Kohët të fundit në Kosovë është vërejtur një rritje rasteve të sëmundjes së fruthit, e cila po atakon sidomos fëmijët. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka konfirmuar rikthimin e fruthit në vend, me 23 raste të diagnostikuara që nga data 5 maj deri më 30 maj 2025. Kjo situatë po ndodhet si pasojë mungesës së vaksinimit në moshën e rekomanduar, që zakonisht fillon në moshën 1 vjeçare. Krye-infermiere Makfirete Berisha nga Qendra e Mjekësisë Familjare në Gjakov thotë se ky proces është jetik për parandalimin e përhapjes së fruthit dhe për mbrojtjen e shëndetit publik. Vaksinimi kundër fruthit jazmës dhe rrugëbollës jepet në moshën 1 vjeçare, domethënë 12 muaj, edhe revaksina bëhet në moshën 6-7 vjeçe. Kjo është një vakcinë shumë e rëndësishme se i ka 3 komponente, domethënë kundër 3 sëmundjeve ngjitse, fruthit, jazmës dhe rubeollës. Është vakcinë që ka një imunitet afat gjatë, domethënë deri në 20 vjet është fëmia i mbrojtën pavarësisht 99%, se kur gjë nuk ka të mbrojtën 100%. Domethënë një fëmijë vaksinuar me të 2 dozat e kësaj vaksine është i mbrojtën pavarësisht 99%. Mes tjerash, krye-infermierja Berisha tha se vaksinimi është i obligueshëm për secilin fëmijë për të shmangur sëmundjen e fruthit. Çdo vaksinë që është e rregulluar me ligj është obligative për secilin fëmijë të vendit tonë. Kjo vaksinë është e rëndësishme sepse përhapja e sëmundjes së fruthit është aktuale në të gjitha vendet përreth që kemi. Po ashtu edhe kemi disa raste në vendin tonë. Fatmirësisht në komunën tonë nuk kemi raste, por duhet që të kemi një imobilizim më të mirë dhe të i bëjmë ftesë të gjithë prindërve, të cilët nuk i kanë të vaksinuar fëmijët me këtë vaksinë, të paraqiten në qendrat më të afërta të vaksinimit dhe të mbrohem nga kjo sëmundje, sa është më mirë që të mbrohem se sa të shërojmë. Infermierja Berisha gjithashtu tha se në Gjakov thirrja për vaksinim ka shërbyer për të mirë, sepse dukshëm është rritur numri i imunizimit të fëmijëve. Ditëve të fundit kemi pas një interesim më të madh. Domethënë muaji maj ka qenë, më thonë, gati 50% më interesuar prindë dhe vaksinimi se muajin e kaluar, por është fjala për vaksinën e fruthit, jazmës dhe rubeollës. Më të rrezikuarit nga fruthi mbeten fëmijët që nuk janë vaksinuar, veçanërisht ata që nuk kanë marrë asnjë dozë të vaksinës.